Faleminderit zonja drejtuese seancës, të nderuar qytetarë që na ndiqni, të nderuar kolegë deputet. Sot nuk jemi këtu në një seancë me renditje të zakonshëm dhe të thirrur për të bërë një debat të zakonshëm. Jemi këtu për të adresuar dhe për t'i dhënë zgjidhje një situate në të cilën Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, institucioni që duhet jetë zemra pulsante e demokracisë, pasi sovrani i ka deleguar përfaqësimin, por rrezikon të kthehet në një institucion formal, pa zë, pa autoritet dhe pa dinjitet. Dhe kjo nuk po vjen si pasojë në një sulmi, faktori apo në një krize të jashtme, por si rezultati drejt për drejt i mënyrës se si po drejtohet ky institucion nga kryetari i tij, zoti Niko Peleshi. Në vetëm 2 seanca, ato të datës 16 dhe 18 shtator, pra vetëm 4 dhe 6 ditë pasi ishte betuar mbi kushtetut dhe ishte votuar në pozicionin numër 2 të shtetit, zoti Peleshi ka konsumuar një sër shkeljesh të rënda, të dokumentuara, të përsëritura dhe të qëllimshme, të cilat nuk kanë patur vetëm qëllim dhe pasojë mbylljen e zërit të opozitës në parlament, por kanë cënuar rënd natyrën e funksionimin dhe autoritetin e këtij të fundit si organi më i lartë në një shtet demokratik, pasi buron drejt për së drejti nga vullneti sovranit. Kjo nismë për shkarkim që ju paraqitet sot për miratim, nuk është aksioni i radhës për një opozit, apo një akt politik i zakonshëm. Kjo është një thirrje për një përpjekje të përbashkët për të ndalur një rrëshqitje të rrezikshme të këtij kuvendi drejt një modeli të një institucioni të heshtur, të nënshtruar, të zbrazët nga përmbajtja dhe nga funksioni i tij përfaqësues. Ne nuk jemi sot këtu për të kërkuar ndëshkimin ndaj një personi të vetëm, por rikthim të standardeve institucionale në një vend demokratik. Ne sot mbi të gjitha kërkojmë që kuvendi të rifitojë rolin e tij si garant i pluralizmit, si hapësirë për debat dhe si institucion që respekton kushtetutën. Me shkresën të cilën ju relatuat, zonja kryetare, 36 deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë paraqitur dhe është përcjell pranë Këshillit Legjislacionit kërkesa me objekt shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zoti Niko Peleshi. Në përmbajtjen e kësaj kërkese, kërkuesit kanë argumentuar gjerësisht të gjitha shkeljet e konsumuara nga kryetari i Kuvendit gjatë seancave plenare, siç e thash, të datave 16 dhe 18 shtator, të cilat përbëjnë shkelje të rëndë të kushtetutës dhe rregullores Kuvendit, të mjaftueshme për fillimin e procedurës së shkarkimit të tij nga pozicioni i kryetarit të Kuvendit, në kuptim të nenit 75.1 të kushtetutës, të nenit 114.4 të rregullores Kuvendit. Edhe vetë shërbimi juridik i Kuvendit, në momentin që e ka referuar këtë kërkesë pranë Këshillit Legjislacionit, shprehet se nga pikpamja e aspektit formal, kërkesa i plotëson ato kriteret e parashikuara në pikën 1 të nenit 114 të rregullores Kuvendit dhe se kjo kërkesë është firmosur nga 36 deputet. Po pas depozitimit të kësaj kërkese, bazuar dhe në këtë opinion të përgatitur nga shërbimi juridik i Kuvendit, kryetari i Kuvendit ka urdhëruar ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes Këshillit Legjislacionit në datën 6/10 me rendin e ditës në radhë të parë konstituimin për herë të parë të Këshillit Legjislacionit për këtë legjislaturë dhe më pas shqyrtimin e kërkesës së 36 deputetëve për shkarkimin e vetë kryetarit të Kuvendit. Këshilli i Legjislacionit ka zhvilluar 2 mbledhje për shqyrtimin e kërkesës 36 deputetëve të Parlamentit të Republikës Shqipërisë, po përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në të cilën janë debatuar argumentat dhe shkaqjet ligjore të cilat motivonin këtë grup kërkuesish për të kërkuar shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Gjatë këtyre mbledhjeve është bërë një relatim i gjerë dhe mjaft i hollësishëm i kërkesës, jo vetëm nga unë me cilësinë e relatorit dhe përfaqësuesit të kërkuesve, por edhe nga kolegët e palës tjetër. Gjithashtu janë paraqitur qëndrimet e relatorëve lidhur me këtë kërkesë dhe kanë shprehur mendimet e tyre në respekt të kushtetutës, të rregullores Kuvendit dhe të precedentit parlamentar të krijuar në këtë aspekt, gjithë deputetët e tjerë antar të Këshillit Legjislacionit. Në mbledhjen e tretë të zhvilluar në datën 28/10, të 2 relatorët, përkatësisht unë,
në cilësinë e relatorit përfaqësues të deputetëve të pakicës parlamentare dhe deputeti Damian Gjiknuri në cilësinë e relatorit të deputetëve përfaqësues të majorancës, kemi paraqitur raportet përkatëse. Nga ana ime, përsëri në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, është mbajtur qëndrimin se kërkesa e paraqitur i përmbush kushtet formale, procedurale dhe substanciale për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, ndërsa nga ana e relatorit tjetër, zoti Gjiknuri, është mbajtur qëndrimi se kërkesa megjithëse përmbush kriteret formale o procedurale, nuk përmbush kriterin substancial për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Për shkak të barazisë shumicë pakicë, Këshilli i paraqet sot seancës plenare 2 raporte lidhur me kërkesën për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Dhe këtu, ju lutem, më lejoni një koment të shkurtër. Ka 2 raporte dhe 2 qëndrime, pasi jo se nuk janë të qartë udhërfyesit kushtetues dhe ligjor në këtë drejtim. Dhe jo se debati i gjithë kolegëve në Këshillin e Legjislacionit nuk nxori në dritë dimensionin e plot të shkeljeve kushtetuese dhe të rregullores nga kryetari i Kuvendit në vetëm 2 seancat e para kur ai kishte marrë këtë detyrë. Por se asnjë paradigmë ligjor nuk mund të kapi dimensionin e plot dhe as thellësinë e paradoksit politik, juridik dhe moral të një drejtuesi institucioni i cili vendos që ta anulojë vetveten. Të dikujt që ka pranuar të marrë rolin e përfaqësuesit dhe që vullnetarisht vendos të heqë dorë nga zëri i tij. E në këtë rast, mbrojtja që mund t'i bëhet është veçse me retorik politike dhe jo me argumenta kushtetues e me precedent parlamentar. Kjo, të nderuar kolegë, shpjegon dhe antagonizmin e 2 qëndrimeve dhe 2 raporteve që relatohen sot këtu përpara jush. Lidhur me seancën plenare të datës 16/9/2025 dhe shkeljet që janë konsumuar në to. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi me urdhrin nr. 1 datë 15/9/2025 ka njoftuar mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare në datën 16/9/2025 në orën 10 me rendite miratimin e procesverbaleve të seancave plenare të datës 12/9/2025, njoftime, zgjedhjen e